bashko si njet na lidh, fati muslimanve zemrat na I dridh, në mos ma shumë një lutje sinqer, për njoni tjetrin të këndërt. E shejtani gjelozon, neve bashk zdon me na pam, mundohet në gjdo mënyrë, në mes në shfitne me bam, me urtësie me durim, në gjdo sfida ta kalojmë, me shejtanin di luftim, dhe inshallah do të fitojmë, me shejtanin di luftim, dhe inshallah do të fitojmë. O vllazni pa interes, njani tjetrin ne ta dojmë, dorë për dore për xhennet, ne sigur do të marshojmë. O vllazni pa interes, njani tjetrin ne ta dojmë, dorë për dore për xhennet, ne sigur do të marshojmë. O Zot na bashko si njet na lidh, fati muslimanve zemrat na I dridh, në mos ma shumë një lutje sinqer, për njoni tjetrin të këndërt. O Zot na bashko si njet na lidh, fati muslimanve zemrat na I dridh, në mos ma shumë një lutje sinqer, për njoni tjetrin të këndërt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. Hamd, falenderimet dhe lavdrimet tona kulmore I takojnë Allahut fuqiplot, krijuesit ton, furnizuesit ton, mbikëqyrësit ton. Salavatet, selamet, përshëndetje dhe dua tona më të sinqerta janë për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastërt, për shokët e tij të ndershëm dhe për të gjithë ata që e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij, traditën e tij deri në ditën e mbrojtjes. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, ju përshëndesim të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, mirësitë e Allahut fuqiplot qofshin mbi ju dhe mbi familjet e juaja. Mirë se keni ardhur dhe mirë se po takohemi në këtë mëngjes për të kremtuar së bashku njërën nga festat më të mëdha, festën e Kurban Bayramit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, jemi në ditën e madhe të Kurban Bayramit, ditë e sakrificës, bindjes dhe dashurisë ndaj Allahut fuqiplot. Dhe kjo ditë nuk është një ditë që veçohet vetëm me mishin dhe shpërndarjen e tij. Mirë po, është ditë reflektimi, ku e shikojmë vetën përpara Allahut fuqiplot. Është ditë edukimi, kur I kthehemi te vlerat që I kemi harruar. Është ditë përgjegjësie, ku kuptojmë rolin tonë si prind, si familjar dhe mbi të gjitha si besimtar të besimit islam. Të dashur dhe të respektuar vëllezër,
Kurban Bajrami nuk vjen vetëm për të festuar. Kurban Bajrami vjen për të na ndryshuar. Neve në këto minuta sa na lejohet me lejen e Zotit Xhalleshanuhu, do t'i themi disa fjalë rreth asaj me çka përkufizohet festa e Kurban Bajramit, e që sigurisht ka të bëj me pejgamberin e Allahut fuqiplot Ibrahimin alayhis salam dhe birin e tij Ismailin alayhis salam. Unë nuk dua me hi e me uzgjat në historikun e kësaj ngjarje të dashur o të respektuar vëllezër, po në pika të shkurta Allahu fuqiplot në Kur'anin famëmadh na e tregon dialogun i cili është zhvilluar mes babait dhe evladit të tij. Pra, dialogun që është zhvilluar në mes Ibrahimit alayhis salam dhe Ismailit alayhis salam. Allahu na sjell këtë dialog në Kur'anin famëmadh dhe të gjithë e dim ngjarjen se si ka ardhur puna deri te ajo që Ibrahimi alayhis salatu wassalam për me quën një urdhër të Allahut fuqiplot në vend, pranoi me sakrifikue evladin e tina për ta plotësuar bindjen e tina ndaj Allahut dhul xhelal. Mirë po jo vetëm Ibrahimi alayhis salam, po u pajtue edhe Ismaili alayhis salam, evladi. Po mbi të gjitha u pajtue edhe personi i tretë, e që është personi më i ndjeshëm në raport me evladin, e që është nëna, Haxheria, Allah qoftë e kënaqur me të. Që të gjithë deshten me quë në vend urdhrin e Allahut fuqiplot, dhe që të gjithë dëshmuan bindjen e tyre dhe besimin e tyre në raport me Allahun fuqiplot. Allahu fuqiplot tregon kur në Kur'anin famëmadh duke thënë falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Ibrahimi alayhis salatu wassalam i drejtohet evladit të tina duke i thënë, dhe kur fëmia u rrit aq sa ta ndihmonte në punën e tij, kur thot populli u bë mja dhën krahin, evladi u bë mja dhën krahin babait të tij Ibrahimit, Ibrahimi i tha djalit të tij, kam parë ëndër se duhet të ekzekutoj. Kam parë në ëndër se po të ekzekutoj. Shikoni vllazni mënyrën se si komunikon prindi me evladin e tina. Allahu fuqiplot e urdhëron Ibrahimin alayhis salam, Zot Rabb. Mirë po, Ibrahimi alayhis salam nuk po e urdhëron evladin e tij, po e merr mendimin e tij. Me edukatën më të mirë të mundshme i drejtohet Ibrahimit alayhis salatu wassalam duke i thënë, o evladi jam, unë kom pa në ëndër se po të bëj, po të sakrifikoj për Allahun fuqiplot, po të bëj kurban. Ibrahimi alayhis salatu wassalam ju drejtua babait të tij duke i thënë, ja abati fa'al ma tu'mar, o babai im, vepro si je i urdhëruar nga Allahu fuqiplot. Vepro si je i urdhëruar nga Allahu fuqiplot. Mirësjellja, në rand parë, mirësjellja e Ibrahimit alayhis salatu wassalam në raport me evladin e tina ishte me edukat, dhe pastaj erdhi me edukat edhe përgjigja e djalit të tij Ibrahimit duke i thënë, o babaje em, vepro qysh je urdhëruar nga Allahu dhul xhelal edhe çu urdhin e Allahut fuqiplot në vend. Ku u formua ky djalë vllazni? Si u bë kjo zemër
kaq e bindur. A ishte rastësi? A mundet me konë rastësi me qëllua një zemër e bindur në raport edhe me prindin, po edhe me Allahun fuqiplot? Jo, vëllai, nuk është e rastësishme. Ibrahimi a.s. në rend parë e kishte mësuar evladin e tij ta doj Allahun fuqiplot. Ja kishte mësuar besimin që në fëmijëri e rriti me sinqeritet edhe me bindje. Prandaj erdhi sprova, djalin nuk kundërshtoi, sepse Ibrahim e kishte mësuar me dash Zotin, një bind Zotit, edhe ja kishte mësuar sinqeritetin. Andaj edhe përgjigjja e Ibrahimit a.s. në raport me babajin e tina ishte pozitive. Edhe ishte i gatshëm që të flejohet në mënyrë që prindi i tij ta çojë urdhrin e Allahut në vend. Të dashur dhe të respektuar vëllezër, realiteti në jetën tonë sot përballë fëmijëve tanë. Realiteti përballë fëmijëve tanë në ditët e sotme. Sot po jetojmë në një kohë krejt tjetër. Fëmijët tanë rriten me telefon në dorë, me ndikim të pafund nga rrjetet sociale, me modele që nuk kanë lidhje me islamin. Nuk kanë lidhje as pak me islamin. Dhe pastaj çuditemi pse evladi nuk po më respekton. Pse evladi nuk po më ngën. Pse evladi nuk po falet. Pse evladi po ma bën kështu ashtu. Sepse zgjidhja jonë është momentin që na bën zhurmë pak evladi, i thojmë merre telefonin, çoku ke televizorin, edhe atë ta edukon bota e internetit. E për këtë arsye kena me has në probleme, në vazhdimsi, nëse nuk jem prej atyre që gjejmë kohë për ta, nëse nuk jem prej atyre që i edukojmë ata, nuk ja u mësojmë sinqeritetin atyre, nuk ja mësojmë edukatën atyre, çdo herë pra do të kemi probleme dhe telashe me ta. Pse? Sepse neve nuk kemi ndërtuar shpirtin e tij. Nuk e kemi ndërtuar shpirtin e tij dhe nuk kemi investuar në zemrën e tij. Nëse dojna me pas evlat të bindur, na respektojnë, na nderojnë, atëherë sigurisht se duhet t'u mësojmë dashurinë ndaj Allahut, bindjen ndaj Allahut, pastaj i tilli të nderon, të respekton dhe të çmon lart. Kjo ishte pjesa e parë të dashur të respektuar vëllezër. Pjesa e dytë ka të bëjë me fëmijët janë amanet tek neve. Duhet ta dimë secili prej nesh se fëmijët i kemi amanet. Allahu fuqiplot në Kur'anin famëmadh na thot: Ja ejuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, ruajeni familjen tuaj, nga zjarri i xhehenamit. Allahu në këtë ajet kuranor na porosit ta ruajmë jo vetëm veten tonë, por ta ruajmë edhe familjen tonë nga zjarri i xhehenamit, sepse ti ke përgjegjësi edhe për familjen tënde. E dim të gjithë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na ka thënë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, secili prej jush është përgjegjës për kopen e tij. Dhe pastaj fillon me i numërue njërin pas tjetrit përgjegjësitë të cilat janë besuar dhe tregon se jemi përgjegjës e njëri prej tyre është prindi është përgjegjës për evladët e tij. Burri është përgjegjës për familjen e tina, gruaja është përgjegjëse për shtëpinë e burrit të saj e kështu me radhë.
Në çka është përgjegjës prindi ndaj evladit të tij të dashur vëllezër, është përgjegjës për namazin e fëmijës, është përgjegjës për moralin e fëmijës, është përgjegjës për sjelljen e fëmijës dhe është përgjegjës për shoqërinë e fëmijës. Lidhja me realitetin tonë të dashur vëllezër, sot shpesh e harrojmë këtë përgjegjësi që kemi në raport me evladët tonë. Shpesh po e harrojmë përgjegjësinë që kemi në raport me evladin tonë, sepse po kujdesemi për ushqimin e tij, po kujdesemi për rrobat e tij, po kujdesemi ndoshta edhe për veturën e tij, mirë po asaj që është më e rëndësishmja nuk po i kushtojmë rëndësi fare. Pra, edukatës së tij nuk po i kushtojmë rëndësi, edukimit të tij në sinqeritet, në punë të mira, në dashuri ndaj Allahut fuqiplot. Fëmia mund të ketë gjithçka në botë, mos harroni, por nëse nuk e njeh Allahun fuqiplot dhe nëse nuk i përulet Allahut fuqiplot, ai në realitet nuk ka asgjë. Fëmiju yt mund të bëhet i suksesshëm në profesionin e tij, por nëse nuk arrin me qit ballin e tij në zeze, në shej falënderimi dhe në nështrimin ndaj Allahut fuqiplot, çfarë vlere ka profesioni i tij para Allahut fuqiplot? Nëse ti nuk i mëson atij namazin, ai e mëson mosfaljen e namazit. Nëse ti nuk i mëson respektin, ai e mëson arrogancën. Pyetje të dashur të respektuar vëllezër që zgjon ndërgjegjen. Ndalë dhe pyet veten çfarë kam bërë për ahiretin e fëmijës tim. Çfarë kam bërë për botën e ardhshme të fëmijës tim? A jam kujdesur për zemrën e tij, apo vetëm për jetën e tij? Dhe apo e edukoj për xhennet, apo vetëm për këtë botë? Pyetje që secili nga ne duhet t'ia bëj vetvetes së tij. Apo ndërtojmë fëmijë që i binden Allahut fuqiplot, apo vetëm fëmijë që i binden dëshirave të tyre? Prandaj vëllezër të dashur, fëmijët nuk janë pronë e jona. Fëmijët nuk janë pronë e jona. Fëmijët janë amanet i yni nga i madhi Zot xhalleshanuhu. Andaj ta çojmë amanetin e Allahut, ta ruajmë amanetin e Allahut dhe ta çojmë në vend atë. Po e dëgjojmë edhe një ilahi nga vllai ynë i nderuar Fati, pastaj do të vazhdojmë edhe me disa pika të tjera. Në këto qaste të Zor
shtëpit e muslimanit shtrohet sofra e Bajramit. Përshëndet vëllai vëllane vete, uron Bajramin për shumë vjete. Gëzohu, gëzohu muslimane, sot festojmë bukrim Bajrame. Gëzohu, gëzohu muslimane, sot festojmë bukrim Bajrame. Allah e shpërblet. Të dashur vëllezër, pjesa e tretë dhe e fundit për shkak të kohës, inshallah, do të mundohem shumë në pika të shkurta, pamja më e bukur në jetën e njerëzit. Në këtë botë vëllezër, në këtë botë njerëzit garojnë në forma të ndryshme. Garojnë në pasurinë e tyre, garojnë në shtëpijat e tyre, garojnë në sukseset e tyre, edhe nuk kemi asgjë kundër pasurisë, asgjë kundër veturës së mirë, asgjë kundër nuk kemi ndaj gjërave të bukura në këtë dunja. Mirë po, mos harroni se pamja më e bukur që një prind mund ta shoh me syrin e tij në jetën e kësaj dunjaje, nëse e din, po them nëse e din dhe e kupton, është pamja kur e sheh evladin e tij duke i bërë sejdë Allahut fuqiplot. Nuk ka pamje më të bukur vëllezër se sa me pa evladin tën duke ju përulur Allahut fuqiplot, duke ju nënshtruar Allahut fuqiplot. Pse? Se në momentin që i përulet Allahut fuqiplot edhe bën sejdë Allahut fuqiplot, atëherë kjo është edhe në interesin e prindit. Sepse i njëjti kur ti bën sejdë Allahut fuqiplot, i kërkon edhe mëshirë, i kërkon edhe falje edhe për prindrit e tina. Siç ka thënë Allahu fuqiplot në Kur'anin famëmadh, të lutemi për prindrit tanë, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, o Zot mëshiroj ata ashtu siç më edukuan, siç më mëshiruan kur unë isha i vogël. Është një ngjarje të dashur dhe të respektuar vëllezër i një nëne e cila e edukoi me sinqeritetin më të madh evladin e saj, dhe sinqeriteti i nënës bëri që fëmia edhe kur u rrezikua mos të gënjej, por ta thotë të vërtetën. Një grup hajdutësh, një karavan dalin edhe e plaskisin. Në atë plaskitje e marrin edhe një fëmijë i cili në xhepin e tij kishte 40 dinar apo dirhem të asaj kohe. Edhe ju tregon drejt, thot çka kije, thot i kam 40 dirhem. Atëherë këta e marrin edhe e dërgojnë te shefi i grupit që ka qenë te shefi i hajdutëve, edhe po e pyesin, pse tregove që i ki 40 dirhem? Thot neve nuk e kishim ditë që ti i ki 40 dirhem, sikur ti mos të kishe treguar. Atëherë fëmiu po i thot, unë i kam premtuar në nësime që nuk do të gënjej, dhe i kam premtuar Allahut fuqiplot që të jem gjithmonë i sinqert. I kam premtuar edhe nënës, por edhe Allahut fuqiplot që do të jem i sinqert. Në atë moment që ky udhëheci ndalet e shiqon fëmijën, i cili me shumë krenari tregon se i ka 40 dirhem për shkak të edukatës që ka marrë nga nëna e tij, dhe po tregon pa asnjë, kur thot populli pa e livrit çerpikun e tina. Dhe ndalet e mendon, thot ky fëmijë
nuk po pranon me gënjye pse nana e ka edukuar këtë formës me gënjye. Thot edhe pja ka frikën Allahut fuqiplot. Po unë në këtë mosh i rritur, thot si mos t'ja kem dron Allahut fuqiplot, dhe aty drejtohet grupit duke i thënë pasha Allahun, nga ky moment unë jam i penduar dhe i urdhëron që të gjithë t'i kthejnë të hollat që i kanë plaçkit te karavani. Dhe nga këtu fillon pendimi i tina dhe i gjithë grupit të hajdutëve. Edukata e fëmijës që edukon me sinqeritetin më të madh, jo që mundet me ndryshua një njeri, po ka mundësi me bë ndryshimin edhe në grupe, e ka mundësi me bë ndryshime edhe në shoqëri në përgjithësi. Andaj e lutim Allahun fuqiplot që ngjarja e Ibrahimit alayhis salam me të birin e tij Ismailin alayhis salam të na shfrytëzojnë, të na shërbejnë për të edukuar fëmijët tanë të bindur ndaj Allahut fuqiplot, të sinqert në fjalën e tyre, të respektueshëm ndaj prindërve të tyre, ndaj të moshuarve, të edukuar në formën më të mirë të mundshme ja Rabbel Alamin. Të dashur dhe të respektuar vëllezër, meqense veç ka ardhur koha e faljes së namazit të Kurban Bayramit, neve para se me fillue me përkujtue njëjtën dhe formën e faljes së këtij namazi, ju njoftojmë që dalja nga kjo sallë do të bëhet nga kjo dera këtu dhe nga kjo dera këtu. Apo më mirë vetëm nga kjo dera këtu, më falni, dalëm nga kjo dera që është këtu përpara nesh dhe për një fjalë rasti po e ftojmë kryetarin e Këshillit të xhamisë le të urdhëron ta merr fjalën. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais dire quelques mots en français. C'est important aussi, on vit en Suisse et il est important que tout le monde comprenne également. Donc, merci d'être là, au nom de Dieu, de tout miséricordieux, de très miséricordieux. Chers frères et sœurs, chers amis, au nom de la direction de Citra, c'est avec grande joie que je vous adresse les salutations les plus sincères à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Cette belle fête nous rappelle des valeurs importantes de l'islam, la foi, le sacrifice, la générosité, le partage et la paix, et nous invite également à rester unis, à nous respecter les uns les autres et à penser à ceux qui ont besoin d'aide au jour d'aujourd'hui et également demain. L'Aïd el-Kébir est un moment de spiritualité, mais aussi un moment de fraternité. C'est une fête qui nous rappelle que la religion doit être un rapproche pour les gens, nous rendre meilleurs et faire grandir la paix dans nos familles, dans nos cœurs et autour de nous. Une pensée toute particulière va aussi aux personnes qui accomplissent le Hajj, ainsi qu'à toute la famille de ces personnes-là qui vivent ce grand moment de foi. Et bien sûr, même si nous on ne peut pas être avec eux, on y pense très fort. Ce sont des sacrifices, donc est un symbole fort dans l'islam, de soumission à Allah, de confiance et de rappel des valeurs essentielles de l'islam. Et pour finir, en ce jour béni, je vous souhaite à toutes et à tous la santé, la sérénité, la joie et la bénédiction d'Allah, que cette fête apporte la paix dans vos foyers, le bonheur dans vos familles, l'espoir de vos vies. Nous prions Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de protéger nos proches, de nous guider sur le bon chemin et de répandre la paix dans notre société, ici en Suisse et dans tous les autres pays du monde entier. Bonne fête de l'Aïd el-Kébir à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme a rappelé l'imam, la sortie se fera ici par ma droite. Donc merci de venir avec calme une fois que c'est terminé, s'il vous plaît. Të nderuar të respektuar vëllezër, me qenë se ka ardhur dhe koha e faljes së namazit, pasi po e tregojmë edhe njetin, pasi ta kemi bërë njet me fal namazin e Kurban Bayramit, e marrëm tekbirin fillestar
e këndojmë subhaneken. Pastaj i morëm 3 tekbire radhazi. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3. Imami e këndon elhamin edhe njësore, shkojmë në ruku, në sejdë, ngritemi në rekatin e dytë. Në rekatin e dytë, imami e këndon elhamin dhe njësore, pastaj i marrëm 3 tekbire radhazi. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3. Me tekbirin e 4 Allahu Akbar shkojmë në ruku, në sejdë, inshallah Zoti na e bën kabul ya Rabbel Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل الكعبة قبلة للأنام وفضل يوم الأضحية على سائر الأيام وجعل عيدا لجميع أهل الإسلام وأمر الحجاج بلسان النبي الهمام فقال ذو الجلال والإكرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام فكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر ولله الحمد. سبحان خالق النفوس والأنفاس وكاشف الهموم والغموم والوسواس الذي جعل الكعبة قياما للناس فكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر ولله الحمد. سبحان مفتح أبواب التوفيق وموضح الأسباب لمن هو في ضيق الذي شرفنا بيوم عرفة والعيد وأيام التشريق فكبره تكبيرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Hamd, falenderimet dhe lavdrimet tona kulmore i takojnë Allahut fuqiplot, krijuesit ton, furnizuesit ton, bikqyrësit ton. Salavatet, selamet, përshëndetjet dhe doat tona më të sinqerta janë për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastërt, për shokët e tij të ndershëm dhe për të gjithë ata që e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e tij, traditën e tij deri në ditën e gjykimit. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam
është rob dhe i dërguar i Zotit. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi në ditët festive të Kurban Bajramit, njëra ndër dy festat madhështore për besimtarët musliman. Fitr Bajrami vjen si rezultat i përmbylljes së agjërimit dhe sakrificës që bëjmë me trupin tonë, ndërsa Kurban Bajrami vjen pas përfundimit të haxhit nga haxhilerët dhe sakrificës që bëjmë nga pasuria jonë. Të dy festat e kanë një të përbashkët, se veprat tona, sakrificat tona bëhen vetëm për Allahun fuqiplot dhe për askën tjetër. Allahu fuqiplot në Kur'anin famëmadh, në surën An'am, ajetin 162 thot: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, në të vërtet, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime i përkasin vetëm Allahut fuqiplot, Zotit të botëve. Kjo është madhështia e fesë sonë. Çdo vepër, çdo qëllim, çdo punë synohet të kënaqet krijuesi i gjithësisë. Çdo adhurim që bëjmë, synojmë botën e përtejme. Allahu fuqiplot në surën Kauthar në ajetin e 2 na thot: "Fasalli li rabbika wanhar." Andaj falo vetëm për Zotin tënd dhe therr kurban. Ideja me sakrifiku një kurban nuk është vetëm në kuptimin fizik të kurbanit. Filozofia e saj te i kalon atë çka neve e mendojmë. Kurbani na mëson që duhet të sakrifikojmë egon ton, duhet të sakrifikojmë xhelozin ton, duhet të sakrifikojmë urrëtitjen ndaj të tjerëve dhe çdo vest të ligj i cili e njollos natyrshmërinë e pastërt njerëzore. Historia kuranore na mëson që për të pranuar kurbani si vepër duhet zemra të jetë e pastërt e mos të ketë hatërmbetje me askënd, mos me hin hak askuj, nga se në të kundërtën kurbani mbetet i pavlerë. Këtë e thot Allahu fuqiplot në surën Maide në ajetin 27. Lexoju o Muhammed saktësisht ngjarjen e dy bijve të Ademit, kur ata bën nga një kurban, njërit ju pranua kurse tjetrit jo. Njëri i tha tjetrit: "Ty gjithsesi do të ekzekutoj." Tjetri i tha: "Allahu pranon vetëm nga të devotshmit." Prandaj mesazhi i ditës së sotme është: ti pastrojmë zemrat tona, të largojmë urrëtitjen nga zemrat tona, të largojmë mendimet dashakeqe, të respektojmë e të nderojmë njëri tjetrin, të forcojmë lidhjet farefisnore, të angjesim dorën njëri tjetrit, nga se te Zoti shkohet vetëm me zemër të pastërt. Besimtar të nderuar, në këtë ditë të veçantë për gjithë muslimanët, ju ftoj të gjithëve që të punojmë për të mirën tonë, për vendin tonë, për shtetin tonë, ku do të mbretëroj rendi e ligji, respektimi i vlerave dhe mendimeve, sepse nëse këtë e veprojmë, e kemi kuptuar esencën e fesë tonë. Gjithashtu, gëzimin që përjetojmë gjatë këtyre festave të ndajmë me ata që kanë nevojë për ndihmën tonë, sepse vetëm atëherë kur gëzohemi të gjithë, kanë kuptim festat. Në fund, të përullur dhe sinqerisht i drejtohemi Allahut fuqiplot, që të gjitha adhurimet tona, si namazin, agjërimin, zeqatin, haxhin, sakrificën, kurbanin, dhikrin, pendimin, përkushtimin, devotshmërinë, bamirësinë dhe çdo vepër tonën të mirë të na i bëj kabul. Me plot dashuri dhe gëzim, në emër të këshillit të xhamisë, në emër të imamit tuaj të nderuar Mulla Fehim Abazit, i cili gjendet në haxh, dhe në emrin tim personal ju uroj të gjithëve festën e Kurban Bajramit, duke e lutur të gjithë mëshirshmin që në shtëpitë tona të mbretëroj paqja, harmonia dhe ngrohtësia familjare.
me fat e me gëzim ju qoftë të gjithëve festa e Kurban Bajramit. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال عز وجل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Në këto qaste të Bajramit bushe shtyra e muslimani, sot ka gzim bota islame, kënon Kur'an e drejtë zane. Zahuk, zahuk
qastet të Bajramit, bushe shtyra e muslimani. Sot ka gzim bota islame, knon Kur'an e drejtë zane. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Zahuk, zahuk, muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Në këto qaste të Bajramit, bushe shtyra e muslimani. Sot ka gzim bota islame, kno